Kryeministri Edi Rama ishte pjesë e samitit Shqipëri-Izrael që bëri bashkë 40 kompani inovative izraelite për të garantuar sigurinë kibernetike dhe për të forcuar ekonominë e Shqipërisë dhe rajonit përmes teknologjisë së fjalës së fundit. Gjatë fjalës së tij, Rama vlerësoi marrëdhëniet me Izraelin dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe njohjes së ndërsjellë. Ai kujtoi se Shqipëria doli nga lufta e dytë botërore si i vetmi vend në Europë me më shumë hebrejnë se para luftës, fal muslimanëve shqiptar që strehuan dhe mbrojtën hebrejt me rrezikun e jetës së tyre. Ne besojmë fort të kjo marrëdhënie dhe kemi arsye për këtë, jo vetëm për shkak të historisë sonë, që është një histori e lidhjes së krijuar në kohët më të errëta për popullin hebre, kur Shqipëria doli nga lufta e dytë botërore si vendi i vetëm në Europë që numëronte më shumë hebrej se sa përpara se të niste lufta. Kjo së pari fal muslimanëve të Shqipërisë, të cilët morën çdo hebre si vlla e motër dhe vun jetët në rrezik për të mbrojtur hebrejt. Ai vlerësoi më tej ndihmën e Izraelit në kohën e sulmit kibernetik ndaj shërbimeve online nga hakerat iranian. Ky sulm sipas kreut të qeverisë erdhi pasi Shqipëria strehoi mira iranian që ishin në opozitë. Rama theksoi se Shqipëria i mbietoi këtij sulmi fal ndihmës së Izraelit dhe shtoi se vendi ynë do të jetë gjithmonë shtëpi për hebrejt dhe se në Shqipëri nuk ka antisemitizëm. Kur flasim për sigurinë kibernetike, e zbuluam sigurinë kibernetike në mënyrën më të vështirë, edhe një herë si rezultat i mikpritjes sonë. Ne ju hapëm derën disa mirave iranianëve të cilët janë në opozitë. Bëm një marrëveshje të cilën e kemi ende që ata mund të jetojnë në Shqipëri, të rritin fëmijët e tyre këtu jashtë çdo rreziku dhe për aq kohë sa është e nevojshme. Megjithatë, kjo erdhi me hakmarrje nga regjimi iranian, që nuk e duronte dot këtë gjë dhe na sulmoi atë që kishim ndërtuar pareshtur me vite të tëra. Mos harroni kurrë që për hebrejt Shqipëria është shtëpi dhe dëshiron të mbetet e tillë. Prania e 40 kompanive izraelite në Tiranë shihet si një hap konkret drejt ndërtimit të partneriteteve dhe vendeve të reja të punësimit.